Të punësuarit në shtypshkronjën Napredo ankohen se pronari u ka borxhe 10 rroga dhe se procesi gjyqësor i nisur në janar 2024 nuk ka përparuar për shkak të anulimit të vazhdueshëm të seancave. Ata protestuan dhe kërkuan ndërhyrjen e qeverisë dhe të ministrisë përkatëse, duke theksuar se kërkesa e tyre e vetme janë rrogat e papaguara. Sipas të punësuarve, kjo kompani është në proces falimentimi, ndërsa udhëheqësja e falimentimit e caktuar nga shteti nuk është paraqitur asnjëherë dhe nuk ka komunikuar me ta, ndonë se ka për detyrë t'i përkrah. Pronari neve na ka borç 10 rroga. Kimi anku, do me thonë, procedura është në gjyq prej janar 2024, edhe deri tash ne nuk kemi kur gjo në gjyq anulohen seancat, do me thonë, çdo herë kur kemi marrë pjesë, ajo do me thonë e falimentimit, ajo udhëheqësja e falimentimit prej Velezi, atë se kemi pa asnjë herë, se shteti e ka caktuat. Dhe me thonë edhe nëse kemi pa nuk vina e duhet neve të na përkrahe ajo, do me thonë, udhëheqësja e stečajt. Edhe advokat kemi, do me thonë unë mbyll kësho qelë si vunjana. Mësandine na kanë dhënë kësho, na dhanë dhe me thonë vendime për godishen otmër, ama kolektive. 3-4 muj në mbajten, dhe me thonë me kolektiven pushim, që e kom vendimin. Mësandine na dhipshin muj për muj vërtetim se jemi në pun, a ne ishna në shpi. Në ndimojnë edhe të apelojnë edhe qeveria aktuale, dhe me thonë gjithë këtë rastin tonë të shqyrtojnë. Edhe të Ministri i Drejtësisë, pse ka ngell kjo puna jonë, ne kërkojmë vetëm rroga. Znači, uopšte nemamo nikakvog kontakta. Jaz lično gi čuvam i porakite, znači i povicite što se obraćam do stečajната, za da ni objasni i da ni pomogne, pošto je ona taja što site ni vela, дека stečajната je taja što treba da komunicira со нас. Ona uopšte ne komunicira, така да niti smo ja videli, niti smo na некое рочиште еднаш барем да не прашаја нас вработените, да не повика и да не праша, барем да си ги скажемо маките, ако ништо поиќе, да дојде до јавноста. Присутни секогаш. Ама не прашува. И секое рочиште е откажано. Ради здравствени причини, болен е судијата, болно е стечајната е болна, сите болни. А ако са болни, тогаш нека ги смена, нека ни дада луѓе што ќе работат и дали некој би работел 10 плати да не земе, дали би траел. Të punësuarit në shtypshkronjën Napredo aty kanë punuar mbi 40 vite, ndërsa kjo është një ndër shtypshkronjat më të vjetra në rajonin e Tetovës. Kjo shtypshkronja ka qenë pronë shtetërore, ndërsa më pas me procesin e privatizimit u privatizua dhe ka funksionuar deri në fund të vitit 2023.